institucion, kur u bën 2019. Filloi puna administrative, rekrutimi i antarëve të BKH-s, se në 2021 u rekrutu, pra duhet kemi parasysh e kohën e krahjes. Kemi administratën, pra krijoi kushtet dhe premisat që Dumani ta gjente gati kuptimin e dhe të korrat i ka bë Dumani. Pra dhe kraja, pavarësisht se nuk ka rezultate konkrete, por ka shmarrë me administrimin e SPAK-ut në probleme administrative, pra që nuk kanë bëjnë edhe direkt me djegjen penale. Një çështje, për të thënë pjesa më e madhe e çështjes që janë proceduar sot kanë qenë kohës krahjes. Ne dalim tek Dumani. Dumani, po të kemi parasysh, raporti për parlamentin doli shumë kohë parë që ne e kishim formë të shkruar dhe e dim pak a shumë. Relatimi ose më saktë debati publik në komision u bër para një jave që ikën që u paraqitën gjithë. Dumani paraqiti një numër të madh zyrtarësh, rreth 33, të cilët janë proceduar penalisht për vitin 2024. 33 zyrtarë të lartë. Me zyrtarë të lartë kuptojmë ato që parashikonin 75 sa. Tani është pozitive. Gjithmonë flasim te statistikat. Nuk diskutojmë ndjekjen penale, është ushtruar mirë, ka kontestime, po flasim ne flasim si statistikë. Pra flasim ftohtë si statistikë dhe diskutojmë. Kjo është një rezultat i Dumanit. Kemi edhe diçka, kemi edhe 10 vetë dhe 10 persona të dënuar me vendim formës për rezultat. Pra është rezultat pozitiv që i korespondon kohës së Dumanit. Dhe është pozitive. Tani dalim tek ai që vim mas Dumanit. Mendoj që SPAK-u do vazhdoj veprimtarinë e tij normale. Domethënë titullari i ri të 4 personat që kandidojnë plotësojnë kriteret profesionale dhe morale, pra kanë figurë të lartë etiko-profesionale dhe etike si njerëz dhe edhe moralisht, në jetë konkurimi i vështirë, sepse të 4 kanë vjetërsi në punë. Duke filluar nga Adnan Xholi, është një prokuror i vjetër, i cili është në karrierë, ka qenë edhe në prokuroritë e rrethave, ka qenë edhe në SPAK, ka qenë titullar në prokuroritë përgjithshme dhe e njeh mirë administratën. Shohim dhe Dolores Musabelliun, është një prokurore e cila ka gjithë jetën e saj profesionale ka në SPAK, ka qenë dhe krime të rënda SPAK, ka gjithë jetën i njeh çështjet e trafiqeve e tjera. Marrim Elvin Gogën. Elvin Goga është një prokuror i cili është prokuror me integritet moral dhe profesional, ka vite në SPAK, por ndërkohë ka qenë edhe në rrethet gjyqësore, ka qenë në prokuroritë e rrethave gjyqësore, ka qenë titullar, ka qenë person i pakorruptuar, njeri i drejtë, kuptimi që i plotson kriteret për të qenë aty. Pra është një garë fortë. Edhe i fundit është Klodian Brau, i cili jemi ndjeni për çështjet të rënda që ka pasur. Ka pas çështje shumë të vështira, po. Edhe çështje të rënda, edhe normal ka treguar që është prokuror me integritet. Madje në një prej ato që çfarë lexoja, se unë kam shumë pak informacione, por edhe shokun e bankës nuk e ka kursyer. Po, kur ka pasur, se domethënë ai ka proceduar penalisht, ka proceduar se ka menduar që zbaton ligjin. Pra është një prokuror i cili zbaton ligjin. Kjo tregon edhe një herë integritet moral dhe profesional. Por gara duhet e fortë. Gara duhet e fortë dhe mendoni që SPAK-u do vazhdojë në njëjtën linja me duke zbatuar drejtësinë. Absolutisht po. Do filloj zbatimi i ligjit, sepse edhe Dumani po ta bësh re, diskutoj që tha dhe rolin e titullarit e drejtuesit me prokurorin e çështjes. E sqaroj tha, janë pavarur, unë jap urdhra jo detyrues, tregoj edhe kur ka grupe hetimore që është dhe vetë pjesë e grupeve. Sepse fatikisht edhe nga pikpamja e përplasjes ose më saktë debatit në gjyq, domethënë kur përplasesh, kur ke debate, dalja e titullarit është më serioze, pra për çështjet e rënda. Dhe është ngrit grupi hetimor. Madje se po kthehemi prapë te rasti, për shembull, rasti Dumanit, rasti Erion Velis, çfarë nuk i ka thonë Erion Veli i prokurorit Olzdado, dhe zboni kallëzim që të arrestote ose të riarrestote të shtote edhe akuzën e kundërshtimit. Pra nuk quhet dhunë verbale, pra nuk ka. Po të kemi parasysh audien e Erion Velis, ose edhe audio të tjera me persona ndryshëm, është punë normale e debatit gjyqësor. Pra kjo është pak a shumë. Avokat, edhe një pyetje të fundit. Si e pat performancën e Dumanit me që ngacmuat para atyre që heton, po e them thonjza, duke qenë se pjesa më e madhe ishin deputet ose ishin njerëz të parlamentit dhe aty Dumani pati edhe replika me ta. Si e pe performancën Komisionit Parlamentar të zotit Dumani? Performanca e Dumanit ishte e mirë.
pyetjeve që ishin për çështje konkrete ju shmang, me të drejtë, se janë çështje hetimore. Pra, u ngrit çështje me Gonigali, tash çështje në hetim, presim letër porosin, edhe për çështje tjera, i tha janë çështje në gjykim. Kjo është një procedurë që veprojnë prokurorët, avokatë, këtu të pyes si ish prokuror për të kuptuar, nuk kanë të drejtë që të thonë më shumë se ç'është. Tani është çështje në hetim. Tash po ta thosh në komisionin parlamentar e dëmton një person tjetër që mund të jetë në hetim. Për shembull themi kemi arrestuar filanin që ka lidhje. Tash ja, a mund u fol edhe në parlament? Edhe personin pozitiv vështirë kur dalin nesër para gjykatës. Pra që t'japi pafajësi. Dhe kjo mund përmenet si numër, për shembull dhe shifra 33, neve dim se kush janë të 33, nuk përmenet emri personit fizik, sepse mund të marri pafajësi. Në moment që ti e përmoni vetë prokurori, pavarësisht se të provokon dikush, prandaj dalim te provokimi, se prokurori duhet të ti pavarësisht se të provokojnë, ti s'duhet nxevesh. Të hapësh tutën se ti kthesh, je hajduti thosë aty, që aty ti humbë pansi, pra je i ftohtë, i qetë dhe të reagosh, domethënë atëherë kur është për të reaguar dhe proceduralisht, pra të mos provokohesh, sepse kjo është edhe të mos shumë është të ruan. Dumani thash edhe të çështjet që ka pas, e ka rujt atë, ka rujt pavarësisht se ka pasur momente nxehta në seancë, ka momente, por këto është mirë të zgjidhen me avokatin dhe prokurorin, kur ka debate, zgjidhen aty për aty, i jepet dora njëri tjetrit, nuk ka pse trashen muhabete. Shkoj jashtë, jo arrestohet, jo su arrestohet, dhe bim këtë debat sot, që krijohet një përplasje për mendimin tim, që është e panevojshme. Por që rrjedh vjen si pasojë e një rrjedhe shumë të fortë që tani do kemi